10 shenja që tregojnë se lidhja juaj ka përfunduar. 1. Gjithmonë debatoni, jo vetëm grindje të rastësishme, por zënka për gjithçka, madje edhe për gjërat më të vogla. 2. Ndiheni më mirë vetëm, nëse jeni më të lumtur kur jeni vetëm, sesa kur jeni me partnerin. Kjo është një sinjal i madh. 3. Nuk ka asnjë përpjekje, asnjëri prej jush nuk përpiqet të përmirësojë gjërat, apo të sjellë një shkëndi në marrëdhënie. 4. Problemet me besimin. Nëse besimi ka humbur dhe gjithmonë dyshoni tek njëri tjetri, kjo është një problem i madh. 5. Keni rrugë të ndryshme. Ju dëshironi gjëra krejtësisht të ndryshme në jetë dhe nuk ka asnjë pikë takimi të mundshme. 6. Ka më shumë momente të këqija se sa të mira. Nëse shumica e kujtimeve tuaja janë debate velo, kjo është një shenjë e tmerrshme. 7. Heshtja është e padurueshme. Nuk po flisni më. Bisedat reale janë kthyer në muhabet të zakonshëm. 8. Nuk ka më intimitet. Shkëndia ka humbur dhe ndiheni më shumë si bashkëtues se sa si partner. Nëse këto shenja janë shumë të njohura, ndoshta është koha për të pasur një bisedë të sinqertë rreth të ardhmes së lidhjes tuaj. Mos harroni, është në rregull të përfundoni diçka, nëse kjo do të thotë të gjeni lumturinë përsëri, qoftë bashk apo veçmas.